Plus 18 në kjo pyetje, domethënë ju lutem fëmijët largoni nga ekranet. Thotë kështu ka shkruar një mesazh, një pyetje. E kam zënë burrin, thotë, shpesh duke shikuar filma pornografik. Një këshill thotë nga hoxha. Që parashtrove kjo motër, kjo bashorte, kjo besimtare që ka paraqit këtë shqetësim në pyetjen që na ka dërgu neve se çfarë duhet të bën ajo. E cila është sprovu me këtë sprovë. Është sprovë e madhe që një besimtar të sprovohet me shikimin në haram. Shikimi në haram është në formë direkte ndalume nga ana e Allahut azza wa jall. Andaj Allahu azza wa jall na thot në Kur'an: "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim", thua ju besimtarve, le t'i ulin shikimet e tyre, le ta ulin shikimin e tyre, më mirë thonë. Allahu azza wa jall i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thua ju, e urdhëron. Nuk ka këto hatër, nuk ka këto të kemi kujdes t'ja themi apo mos t'ja themi. Secilët besimtar duhet t'i themi uleni shikimin. Allahu azza wa jall na e ka bë me dije se hapi i parë për me rana moralitet është shikimi në haram. Askush nuk ka rana moralitet në zina, në atë mëkat të madh që trishton edhe banorët e qelit nga i gjuna i madh, pra që është zinaja, pa shikuar në haram. Dhe hapi i parë për me rana në haram është shikimi në haram. Shikimi në haram është kategori, me shikun në një femër e cila nuk është bashortja yte dhe nuk është nga mahremat e tu, me qenë edhe mbulume me shiku, është ndalume me fe. Dhe nuk i takon besimtarit që të i shikon gratë e huaja. Kjo është ofendim për ato gra, është ofendim edhe për bashortet e tyre, për vëllezërit e tyre, por edhe për atë nderin e tyre, si femra dhe si një gjinie kundërt, si gjinia e butë e cila njihet. Dhe çdo besimtar i cili është sprovu me këtë sprovë, që është sprova e shekullit ton, duhet me dojë mos sa më shpejt të bën tobe dhe të pendohet te Rabbul Alemini. Që shikon në haram, madje ky shikim në haram nuk është i thjesht, është shikim në haram madje edhe në pjesë më intime të një pale tjetër, pa më parasysh ai ka atë aktrim apo e ka për në më, duhet pas frikën e Allahut dhe kuptu se është nga gjunahet e mëdha me shiku në haram. Pa më parasysh se atë sheh bashortja nuk të sheh, atë shohin fëmijët e tua nuk të shohin, është për gjunaheve të mëdha me shiku në këto filma të cilët janë padyshim të neveritshme dhe janë shumë të ulta, që një burr t'ia lejon vetvetes të bie në atë nivel, të mos flasim një besimtar. Sahabët radhiyallahu anhum kur e kanë pa dikant që vetëm ka shikuar në ndonjë grua që ka qenë duke kalu, ja kanë mbyll syt. E kanë pengu pamjen dhe shikimin në haram tek ajo femër, do thotë, me duart e tyre. Llogaritën e sikur me pas ndodh që ata me shiku në lakuritësi apo me shiku në ndonjë rast kur dikush me dikant kryen aktin tim, pa parasysh sa e ka bashorta se ka bashorta. Edhe nuk ja kanë leju kur vetvetes që me shiku në auretin e dikujt tjetër, në pjesët e turpshme dhe intime, organet gjenitale që janë nga avreti që i thonë i ndalum rrepsisht fetarisht që me shiku në avretin e huaj. E çfarë do t'i themi kur dikush të sprovohet me të madhe dhe shpesh herë të shikon në këto filma të ndaluara fetarisht, derisa të vijë në atë nivel që dhe bashortja e tij të shef. Ta zënd që ka për Ta shumë. zënd do të thotë. Ta kap në momente duke shikuar në këto filma të pashtata që si kanë hije një burrit, një njeriu të shëndosht, të mos flasim një besimtarit. Sa nënçmim është për këtë burr, sa nënçmim është për këtë grua që e ka burrin e saj duke shikuar në haram. Ofendim pa mas është kjo. Dhe një veprim që nuk guxon besimtari me alu vetvetes që t'i përsëritet.
njëra nga mënyrat dhe format që qarqet caktuare janë mundu me prish familjet tonë, pikërisht edhe investimet e mëdha që i kanë bërë në këtë industri, në industrinë e pornografisë. Është interesant që për ndërprej hoq, kum lexu që shumica e kësaj industrisë ishin jehudi që prodheshin këtë industri. Me siguri. Janë qarqe që nuk ka duan të mirën njerëzimit, familjes, bashortit, bashortës. Andaj këto janë kjo industri është me qëllime të errta dhe të këqija që shkatrejnë familjen dhe harmoninë familjare. Si do ta ndinë veten ajo bashorte që e sheh bashortin e vet duke shikuar ato filma të liga. Apo ai bashort duke kur ta sheh bashortin e vet se shikon dhe përcjell si filma të liga. Do kjo prish edhe harmoninë dhe balansin dhe dashurinë mes vete që duhet pas bashortit dhe bashortja. Por si do qoftë edhe nëse ndodh kjo. Bashortja ka obligim që ta këshillon bashortin e saj. Që ta këshillon. Që ta përkujton me xhehenem, me frikën e Zotit. Që ta përkujton me rëndësinë e ruajtjes së nderit dhe familjes. Madje njëra nga qëllimet e errta dhe më të këqija të kësaj industrie është që burrit dhe gruas t'ja humbin simpatin për ballë njëri tjetrit. Që t'ja humbin edhe kënaqësinë në bashkëjetesën e tyre. Që t'ja paraqet një njeri shumë të ulët si më të bukurën e botës, apo një njeri shumë të ulët si më të bukurin e botës, që ata realisht s'janë të vërteta, janë këtë gjitha mashtrime dhe janë trillime që synojnë me prish atë dashuri dhe atë simpati që e ka burri me gruan e vet. Andaj asesi mos ja lejon askush vetvetes që të bie prej këtyre mashtrimeve dhe prej kësaj industrie të ligë të errët që synon prishjen e harmonisë familjare. Por përsëri tham, nëse kjo elbet e ka ndodhur, kjo besimtare, kjo motër muslimane ka obligim që ta këshillon bashortin e saj, ta përkujton me frikën e Zotit. Dhe ai bashort, ai burr të pendohet dhe të përmirësohet dhe të mos e ja lejon vetvetes të përsërit më kur këtë gabim në jetën e vet. E të vazhdojnë, e të e shohin njëri tjetrin si ta sheh bashortin e vet si një femër e cila është më e bukur në jetën e tij dhe ta sheh bashortin e vet si një burr i cili është burri më i mirë në jetën e saj. Se kështu kur ta shohin njëri tjetrin si më të mirit, ata do të kenë dashuri më tepër, do të respektohen më tepër dhe do të vazhdojnë të jetojnë në harmoni. Kur do të fillojnë të kenë simpati në femrat huaj apo në meshkujt huaj, pastaj humb kënaqësia bashkëtorë në mesin e tyre. Që është njëra nga synimet e errta e të këqija që pastaj shkaktojnë divorce, pastaj shkaktojnë edhe një jetë bashkëtorë por të ftohtë dhe shumë sipërfaqësore që nuk është fare dhe as pak reale. Andaj kemi frikën e Allahut se shikimi në haram ka pasojat e veta. Pasojat të shumë dimensioneve dhe unë këtë që po e përmendi në formë shumë të shkurtër që ka pasoja shumë më tragjike dhe shumë më fatale se kjo, për shkak se emisionin se kemi në atë tematikë, kemi vetëm pyetje përgjigje, të mundoj me gjithve ka pak të hapin nga një sqarim në pyetjet e tyre që i kanë dërguar. Andaj si rezume themi kësaj motrës që të mos ja shpalos burrit të saj gjunahin. Që të mos e bën të madhe ta nënçmon dhe t'ja publikon burrit të saj këtë mëkat që e ka bë. E ta mush këtë familjen e këtë mahall nëse burri i saj ka bë kështu. Jo, mëkatin gabimin që e ka bë mbetet mes atyre dyve. Dhe ata të këshillon mes vete, të pendohen te Allahu Azza wa Jall, të bëjnë punë të mira pas kësaj pune të keqe, të prej një kurban, të japin një sadaka, të luten së bashku tek Allahu që Allahu t'u afal e që Allahu t'u ruan jetën bashkëtorë, dashurinë mes tyre që e kanë dhe asesi të mos lejojnë që këto harame dhe harame të kategorive tjera të bëjnë shkak që ata të ftohen me njëri tjetrin. Wallahu a'lam. Allah shumë lehtë për këtë sqarim, për këtë këshill.